Pas shpërthimit u konstatuan dhe dëmet e para. Një familje, banesa e së cilës ishte brenda rrezës së rrezikut nga shpërthimi, ka konstatuar probleme sa i përket tavanëve të objektit. Me lot në sy, kryefamiljarja pranon se i zbatoi rigorozisht këshillat për masat e mbrojtjes. Dyert e dritaret ishin hapur, elektroshtëpiaket spostuar, por pavarësisht kësaj, tavanet kishin marrë krisje në disa dhoma të objektit 1/4 ndërtuar që prej 1920-s. Oqa dritare, televizorin, i oqa të gjitha, i lasi për krevatit. Dhe dola për jashtë, dëgjova televizorin që ta dilni për jashta. Kur u futa tani që era dinamiti, pa shtëpijat ishin krisur. Unë mendim ekonomike jam, nuk kam që atirgu. Është kjo dhoma tjetër, dhoma të 3 dhomat. Janë të krisura, që ti bëjun tani? Tavanet janë të krisura, vetëm tavanet dhe pasyrja s'ka problem. I ka me që ja ku i ke dritaret, ja i ka ma për zana këtu. Ja, ku i ke, ja. I kam ishur të gjitha dritaret zana, se këto kam. Kjo ishte banesa e parë në të cilën u konstatuan dëme, pas shpërthimit të telekomanduar në orën 13 në Vlorë, ku realizua shembja e karabinas 5 katëshe përgjatë bulevardit Vlorë Skel në zonën e quajtur të Treracat.